Cili është vlerësimi juaj kryesues për rekrutimi i këtyre gjykatësve të rinj? So ka ndikuar në integritetin e gjyqësorit? Absolutisht është e padiskutueshme. Sepse proceset për të cilat është vlerësuar pozitivisht kanë sjell në sistem gjyqësor emra të ri të gjyqtarëve, të cilët ndoshta më herët kanë pas shumë sfida edhe janë vlerësuar si procese me integritet kontestuar. Këto probleme nuk kanë qenë vitet e fundit. Jo, nuk besoj, dhe me thonë, gjithmonë ato që nuk zgjidhen kërkojnë një ngushëllim. Ne jemi njerëz dhe është keqësisht e natyrshme. Por sistemi që ne kemi ndërtuar për rekrutimin e gjyqtarëve, edhe bashkëpunëtorëve, besoj. Po me thonë drejtën ata administratës. Është proces i vështirë, absolutisht është i vështirë. Por në një proces konkurrimi me kriteret qarta të meritokracisë dhe me standard plot të transparencës, ne po besoj që ja kemi siguruar sistemin gjyqësor gjyqtarët më të mirë. Dhe jam shumë i lumtur realisht me konfirmu që ne kemi zgjedhur deri tani 150 gjyqtarë deri në mars vitit të ardhshëm. Shpresoj që do të zgjidhim edhe 50, nëse ka konkurrencë. Pra ne si KXK kemi treguar që mbesin vendet e lira për gjyqtarë, nëse nuk ka konkurrencë. Për shkak se gjyqtarët janë të destinuar për 30 vite në sistem gjyqësor. Dhe ne kemi vlerësuar që është më mirë në disa raste me mbet vendi vakant për një vit 2, 6 muaj, sesa me u zgjedh me kriteret të ulta të konkurrencës dhe të dijes, sepse dija gjyqësore, së shkatësia gjyqësore ndërtohet. Dhe ne maturohemi të gjithë në sistemi gjyqësor, por duhet një nivel para se me fund në gjyqësor ta themi i nivelit profesional dhe ose i dijes me quajtur në këtë mënyrë. Dhe absolutisht tani kur krahasohet me vende të tjera, ka koncepte ose sisteme që realisht kërkojnë gjyqtar më në moshë. Sepse kërkojnë pjekurinë, maturinë, gatishmërinë me dëgju, eksperiencën e gjithë gjërat. Ne nuk e kemi pas këtë mundësi, për shkak se qëllimi jon ka qenë që me zgjedh gjyqtar në një proces transparent, të cilët realisht nuk janë peng jashtë kujna, nuk kanë pengjer, ta themi. Pra, thjesht, zgjedhja e tyre është thjesht kontribut i punës tyre dhe i shkatësisë tyre në proces. Që realisht tregon që ne duhet të kemi gatishmërinë me i prit, me u maturu, sepse nuk ndërtuar gjyqtar për një ditë, as për një muaj, as për një vit, duhet 5-6 vite. Definitivisht, se cili është pjesë e gjyqësorit e kupton këto, edhe ne e kuptojmë, por ajo që është definitivisht e pakrahasueshme edhe me neve, pra gjyqtarët të jenë më të mirë se na, në kuptimin, dhe janë potencial shumë e fuqishëm se ne që jemi zgjedhur para 15 viteve. Edhe kjo është një shpresë jashtëzakonisht e madhe e gjyqësorit. Por, konsistenca në standarde dhe në monitorim duhet jetë e pashmangshme tani tutje. Pra, secili duhet me kuptu që nëse je pjesë e gjyqësorit, puna jote është të observuar në baza ditore. Jo vjetore 3 vjeçare, po në baza ditore. Për shkak se e kemi thënë në shumë raste, me ushtruar profesionin e gjyqtarit duhet të kesh në radhë par pasionin për drejtësinë dhe jo shmangjen nga problematikat ose nga sfidat. Duhet të kesh guximin për me ushtruar profesionin. Duhet të kesh dijen dhe njëkohësisht e pa diskutueshme integritetin e procesit. Kam përshtypjen që në disa raste, pavarësisht kriterëve më të mira që ne mund të aplikojmë, mund të kemi ndonjë situatë kur dikush nuk është i gatshëm me ushtruar profesionin e gjyqtarit. Dhe do të ishte ideale për shkak se kjo është një pozitë që përmban brenda asaj konceptin e misionit, do të ishte ideale se cili që nuk është i gatshëm me pas kurajër me thonë unë po liroj detyrën vendin dhe po gjej një punë tjetër sepse kam sfida. Pra nuk ushtrohet detyra e gjyqtarit me presion as nga KXK, as nga kryetari i gjykatës, as nga numri i lëndëve, as nga konkurrenca me kolegë. Konkurrenca është për zhvillim, nuk është për mbijetesë. Pra kushdo që e shën veten dhe kjo është një thirrje për gjithë të rritë, kushdo që e shën veten në koncept të mbijetesës brenda gjyqësorit është shumë më e dinjitetshme me ku mu largu nga gjyqësori. Për shkak se maratona është shumë e gjatë. Dhe sfida sigurisht që është permanente. Prandaj unë po besoj që ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, nëse ne edhe kushdo që është menaxhment nesër, në secilin nivel gjyqësor e promovon, e ruan, pra çfarë na kupton, me asiguru garancionet e domosdoshme. Dhe këtu po duhet përmend një shembull.
Ne kemi diskutuar gjëra gjatë edhe me publikun për pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe për imunitetin që ka gjyqtari dhe për garancione që ka. Dhe reforma është konceptu mbi këtë logjik. Mirë po, ne kemi edhe sfida tjera që nuk e kemi thonë publik. Dhe po duhet thonë tani, në qoftë se sot intervistohet në gjyqtar, qoftë të prokurorit, qoftë të polici me urdhër të prokurorit, në situatën kur vendimi i gjyqtarit është thjesht përgjithësi dhe e gjyqtarit dhe definitivisht është intervista mbi vendimarrjen, kjo është krejtësisht e papranueshme. A ka situata? Ka raste të tilla ku definitivisht ka raste. Edhe në kuadër të punës që e kanë garantuar me imunitet, intervistohen, sfidohen? Po, definitivisht. Pra ka situata kur gjyqtari intervistohet, qoftë në polici, qoftë në te prokurori, për vendimarrjen. Pra, kjo është krejtësisht e papranueshme. Është krejtësisht e papranueshme. Absolutisht është cënimi më i rëndë që mund të bëhet detyrës së gjyqtarit. Definitivisht, ne eftojmë se cilin, me hetu se cilin, në situatën kur ka vendim të kundërligjshëm, por në logjikën që vendimi i kundërligjshëm i përmbush kushtet, për me qenë i kundërligjshëm në kuptimin që është favorizues në dikujna, ka dëmtu dikon apo ka përfitu gjyqtari. Jo veç se ka një kallëzim penal nga gjyqtarit, intervisto gjyqtarin. Kjo dhe me thënë e dekorajen gjyqtarit, kërë jam pas siguri për gjyqtarin, dhe më përmeni vetëm si një situatë. Pa përjashtu, dhe me thënë edhe çështje tjera që mund të jenë, si me thënë, koncept i cenimit pavarësisë dhe sigurisë që duhet kjetë gjyqtari. Definitivisht. A keni ngrit këtë çështje kryesues edhe në raport me KPK-n, cili është bashkëpunimi me KPK-n për me ta themi kështu dhe në mënyrë sinqertë, do të thonë, ne me KPK-n kemi pas dhe kemi realisht një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë për çështjet që kemi të tjerat. Po për çështjet që kemi në ndërveprim, definitivisht mendoj që ka hapësirë më shumë me bashkëpunu. Pra nëse ande kemi sot gjykata kur seanca gjyqësore dështan për shkak të mos pjesëmarrjes së prokurorit, tregon që bashkëpunimi i kryetarit të gjykatës dhe i kryeprokurorit nuk ka qenë, ose i kryeprokurorit prokurorisë përkatëse, gjithmonë po flas, nuk ka qenë në nivel të duhur. Nëse ne kemi situata që përmenda në ndonjë rast, nuk është masiv, nuk është, por që ka, në ndonjë rast, pa garancione të duhura dhe pa kujdesin të duhur, tregon që definitivisht kujdesin nuk ka qenë në nivelit të duhur. Nëse ne kemi sfidat përbashkëta të adresuar edhe për raportet progresit dhe nuk kemi pas takime të mjaftueshme, kjo tregon që definitivisht ende ka hapësirë. Çfarë do të thonë që koncepti i sjelljes së KXK-s dhe KPK-s me të tjerët mund të jetë edhe i veçantë, mund të jetë edhe i ndryshëm. Por mendoj që në të ardhmen KXK dhe KPK duhet të ndërveprojnë absolutisht pothuajse në mënyrë organike për çështjet që janë përgjegjësie përbashkët. Nuk mund zhvillojmë na dhe po duhet të sqaroj për publikun. Viti 2022 ka qenë viti i fundit, po e tham këtë me përgjegjësi të plotë, do të them në mënyrë transparente. Viti i fundit kur KPK-s dhe KXK-s qeveria i ka leju të punësuar. Pra 2022 në ka leju ka 50 bashkëpunëtor dhe ky ka qenë viti i fundit. Pra nuk kemi as ne gjyqtar shtesë lejum, nuk ka as KPK prokuror dhe as administratë. Ndërkohë që, si më thënë, dëgjohen nga njerë narrativa që KXK ka ma shumë gjyqtar dhe në këtë rast nuk po mund me mbulu me prokuror seancat gjyqësore.